Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falje dhe ndihmë kërkojmë. Fillimisht të ndershëm vëllezër, përhari ju qoftë muaji i bekuar i Ramazanit. Inshallah Allahu subhanahu wa taala këta ditë që I kemi kaluar me agjerime, me adhurime tjera, na boft të gjithëve kabul ose të gjithëve na pranoft. Unë e kam zgjedh për vetë dhe për ju një sure të shkurtër që të gjithë e dini përmendsh, edhe me e këndu dini me siguri bukur të këndoni, po edhe për kthimin e dini. Po unë e kam zgjedh këtë sure që quhet kaptina e kohës ose suretul Asr, me një qëllim që ta lidhi me kohën tonë brenda këtij muaji. Duke pas parasysh që Allahu xhaleshanuhu thot wal Asr, betohet me kohën, e koha është krijesë e Zotit, sepse gjithçka ka mu shkatru përpos Allahu subhanahu wa taala. Kullu shay'in halikun illa wajha. Do të vjen dita që gjithçka shkatruhet, edhe koha shkatruhet. Do më thonë edhe koha vdes, edhe vdekja si vdekje vdes. Vetëm Allahu fuqiplot ka me mbet. Mirë po sa I përket kohës, koha e përgjithshme. E kemi kohën e kaluar si histori, e kemi kohën e tashme, që tash ku jemi ne, edhe kohën e ardhshme, që realisht nuk e dim se si do ta kalojmë dhe çka ka më ndodh. Mirë po, kur përmendet wal asr, dietarët kanë thonë Allahu xhaleshanu është betu këtu, thotë wal asr, pasha kohën ose pasha asrin. E disa dietarë thonë ka të boje me namazin e ikindis. Keni po namazi i ikindis tash verës të ose pranë verë vjen me një kohë pak ku ne mund të jemi të lodhur, edhe mundet me na kaplu lodhje, gjumje dhe me na kalu namazi. Allahu xhaleshanuhu thot për namazin e ikindis hafidhu ala salawati was salati al wusta. Ruajeni namazet, posaçërisht namazin e mesëm. Dietarët kanë thonë namazi I mesëm aludohet te namazi I ikindis. Wa qumu lillahi qanitin. Sa I përket kohës, ne jetojmë brenda kësaj kohe që e dim, mirë po kënë varet si sa e shfrytëzojmë dhe si e shfrytëzojmë. Ne kemi tash të bëjmë me një grup të madh të njerëzve që mundohen të shfrytëzojnë kohën brenda muajit Ramazan, mirë po kemi edhe vëllezër tonë, një gjakut, një fesë që ju kalon koha fatkeqësisht. Pastaj Allahu xhaleshanu vazhdon dhe thot innal insana lafi khusr. Me të vërtet njeriu është në humbje. Në humbje. Si mundet me qenë njeriu në humbje? Në shumë raste, me shumë vepra, mundet me qenë në humbje. Realisht njeriu, në qoftë se nuk posedon diçka që e mbron, ose e forcon në atë që është fe, ai atëherë shkon ka humbja. Kjo sure I ka 4 gjëra që do t'i përmendi tash që nëse njeriu I ka, edhe I përvetëson, edhe I realizon, do më thonë nuk është një humbur, atëherë fiton. Po ndryshe, nëse nuk I ka, me të vërtetë quhet I humbur. Allahu xhaleshanuhu punën e parë që I ka përmend, ka thonë krejt njeriu është secilin herë në humbje përpos atyre që e para, edhe quhet këto 4 rregulla që dhe përmendi janë kushtituta e suksesit. Për me qenë I suksesshëm këto 4 rregulla. Shumë thjesht me I mbajt mend, shumë thjesht mund me I lexu, me I thonë, ama pak zoro me I realizu. E para, illa alladhina amanu, me të vërtetë ata që kanë besuar. Imani o bindje. Feja islame o bindje. Ata që janë të bindur në fe dhe e pranojnë fejnë. Ata që janë të bindur edhe dështojnë ose dalin nga feja. Çka imani? Imani është diçka që nuk shifet, nuk duket, nuk preket, nuk shijohet. Nuk ka, për shembull, as e kripshme, nuk ka as e ëmbël. Imani është iman. E kuptoni çka do të thonë imani me besu në diçka që nuk e shef. Veç feja e onë këtë ka. Ka ideologji të ndryshme që kanë nevojë ato për me besu, me e prek, me e shiju. Ne shijojmë imanin me vepra. Më thonë imani janë argumentohet ne kur e madhërojmë Allahun subhanahu wa taala duke e përmend e para. Pastaj
kur e falim namazin, kur agjerojmë. Para mendoje agjerimi. Agjerimi. Po mos me pas bindje, cili agjeron? Cili njeri agjeron pa bindje? Por atë shkak pejgamberi alayhis salam thot, men sama Ramadan imanan wa ihtisaba. Ai i cili agjeron këtë muaj me bindje. Se në mund me agjeru me pa bindje. Disi ma kalon baba e manet, për hatër të filanit, për respekt filanit, që po agjeroj. Nëse nuk ka me bindje, do më thonë vepër e dështume. Illa alladhina amanu, ata të cilët kanë bindje dhe kanë besuar. Ne do më thonë si musliman realisht, ata kushtet e imanit nëse i analizon, ne nuk kena ndonjë afrim shumë të afërt për shembull e beson Allahun subhanahu wa taala ku njerëz se ke pa. Por atë çka ne musliman, edhe mu'minin, se na bindun diçka që nuk e shohim, ama fort e besojmë. Pastaj me laiket. Këtë na thonë, i kibe një nënën e djathtë, një nënën e majt, a ka dikush ndonjë takim ndonjëherë me ata? Jo. Ama bindje, do të thonë, kjo bindje, me besu diçka që nuk e sheh. Kaderi, ka me ndodhë, kështu, ato historit, ata hadithet që e shpjegojnë ditën e gjykimit, si kanë me ndodhë. Kretë kjo diçka për ne o, bindje, do me thonë, besojmë në diçka që realisht nuk e shohim, as nuk e prekim. Pejgambert, këtë me transmetime, 124.000 pejgamber, asnjë se kena pa. Ama ne, jo veç për Muhamedit stam, por edhe për pejgamber tjerë, jemi të bindur se kanë qenë, apo. E di se kanë pas libra, e di se janë më të zgjedhur, e di se janë ulil azem e kështu me radhë. Do më thonë të ndershëm vëllezër, bindja njeriu në afron ka Zoti. Do më thonë gjithçka që bëjmë duhet me qenë me bindje të fortë në Allahun fuqiplot, e pastaj e dyta vjen illa alladhina amanu wa amilu salihat. Do më thonë tash kjo bindja ka nevojë për realizim, ka nevojë për argument. Për shembull, ne mund me thonë të gjithë ne jemi të mirë. I po një filozofi të ne, njeriu duhet me qenë në zemër i pastër, po e vërtetë. Njeriu duhet me pas shpirtin e pastër, e vërtetë. Mirë po, ne me çka argumentojmë që filani e ka zemrën e pastër? Filani jo djalë i mirë, me çka argumentojmë? Argumentojmë me vepra. Për shembull, filan student jo shumë i ditur. Ka vallë, ta marrim një provim t'ja bëjmë, ta shohim sa i ditur. E jam i qartë. Do më thonë tash, imani dhe bindja jonë ka nevojë për argument. Me çka argumentojmë ne që jemi të bindur ndaj Zotit? Me veprat mira. E veprat të mira janë të lloj-llojshme. Për shembull, në këtë muaj, unë do më thonë bindjen edhe veprat e mira po i lidhe me këtë muaj, tash me Ramazanin. Vepra e mirë, pendimi. Në Ramazan, ne shumë të lidhur jemi për Allahun subhanahu wa taala, për familjet tona, për xhamien, për Kur'anin, është e vërtetë. Që jashtë Ramazanit këtë lidhje se kemi. Ama brenda Ramazanit e kemi edhe atë fuqishëm fort. Pendimi. Unë për vete kam nevojë më pendu për gabimet e mia, e mendoj që askush prej neve nuk është ajo bote me laikeve. Në bote njerëzve jemi, do të thonë jemi njerëz, mundemi me qellu dhe mundemi me gabu. E inshallah gabimet nuk janë me qëllim. Por ne kemi gabime që ndoshta na kanë ndodhur pa ndonjë dëshirë të madhe me i bë, po çe kemi bë. E tash e kena mundësinë si njerëz, si musliman më u pendu. Vepër e mirë tjetër që mundet me bën Ramazan secili prej nesh. Të lidhemi fort për xhamia, po saqërisht rinia janë. Se pejgamberi sa më ka përmend ai riu ose ai muslimani i cili e ka të lidhur vetën me xhamia. Është punë e madhe me qenë i lidhur me xhamin. E ajo filozofia tjetër, po pse ne edhe falemi, edhe pastaj jashtë mund me bën një gabim. Po ndoshta mos më fali, kishim i bën gabimin më të madh. Do të thonë, dhe më duhet me mendu pozitivisht. Shembull, ju dikush neve kështu një akuza, do të thonë ju edhe fali, edhe prap gabojni. Po mirë dhe mos me në gabim bëjmë, ama nuk shkojmë çat derexhe të shembull, ne muslimanët masakra kena bën një herë. Jo. E po kush na ka mbajt mos me bën masakra? Po shembull, çaj imani që bindja jonë në Allahu subhanahu wa taala. Edhe vërteta se gabim është. Edhe shumë gabimet ndloja
Jo në thojza, po gabime në thojza, shembull, çka na mbron neve mos me lujt komar. Çka na mbron neve mos me pi drog. Çka na mbron neve mos me përjashtu prindërit prej shtëpie, mos me përzon prindërit. Çka imani? Edhe namazi. E tjerëve, çka s'u ndodh? Do më thonë, ne i kina gabimet e tona. Ama nuk guzojmë tash me mbet pa mbrojtje. Vallai bën e falemi, edhe tash akuzën ju fali, ama prap kina gabime. Kina gabime, ama mos me qenë namazi, ka mundësi me ra ma shumë në humner edhe ma shumë keq me bo. Si do qoftë, do më thonë, pendimin këtë muaj shumë i nevojshëm për të gjithë ne, veprat e mira, namazi, pastaj dhikrullah, përmendja Allahun subhanahu wa taala, nuk na kushton asgjë me thonë astaghfirullah. Fjala më e bukur dhe më e mirë si ibadet, se veç fjala astaghfirullah ibadet adhurim vetvete. Astaghfirullah, astaghfirullah. Pejgamberi sa ka thonë shumë herë, 70 herë deri 100 herë në ditë. Aisha radhiyallahu anha kur e ka dëgjuar ka thonë ja Rasulullah, po ti be i garantuar me xhenet. Kur e ka pa në sejdë 1 orë, 2 orë të ndetë. Ju ka dhimbë pak. Thonë, e fela e kune abdën shekura. Pse mos kemë rob falënderues? Do më thonë edhe ne kena nevojë me qenë rob falënderues Allahu xhaleshanu, secilit nuk ja mundson kështu një kënaqësi të veçantë në këtë muaj. Ne kena muslimana për botë që nuk kanë mundësi me hangë sifir, nuk kanë mundësi me hangë iftar, kanë problem me ujë, kanë problem me rrim, lloj shmëri të problemeve. Elhamdulillah, ne me këta probleme nuk kemi ballafaqim. Do më thonë, kjo një falënderim posaçëm dhe Allahu subhanahu wa taala që jena mirë, shëndosh e rahat. Para mendoje, ka dikush që ditën që i ka filluar Ramazanit, i ka rënë një smundje, Allahu e ka sprovuar dhe nuk mundet ma agjeru. Tash, nëse flasim mate i thot, pasha Allah, i kam qef ma agjeru, po s'po mundet. Do më thonë, ne duhet me falëndëru Allahun që ne ka mundësu Allahu me bo veprat mira. E treta, e para ishte imani, bindja, e dyta veprat mira, e treta wa tawasau bil haqqi, edhe ata të cilët janë të vërtet, janë të drejt, edhe e këshillojnë njëri tjetrin për të vërtetën. E vërteta në klapa, o shumë problem mu thonë tash në këtë kohë. Unë për veti kam menduar që me demokratizimin e njerëzive dhe shteteve, ndoshta kena me pas mundësi me thonë hakun e të vërtetën, ama gabim e kena pas. Pse kena pas gabim se realisht demokracia nuk ta mundsonte me thonë të vërtetën. Po demokracia në shfrytëzon njerëzit për me arrit qëllimet e disa njerëzve, jo të popullit. Ju e shihni se une, shembull kur mundona me thonë hakun, në qoftë se s'ju konvenon qarqeve të ndryshme, me njëherë bëhet problem. Kreti din që une për shembull ose unë ose ai e ka hak. Është e vërtet, mirë po dikujt si konvenon edhe tash domethënë problematizohet edhe bëhet puna e madhe. Por puna jonë është me ja thonë njëri tjetrit hakun. Me ja thonë të vërtetën. Nën kuptohet, me i thirr njerëzit në hak edhe në fej. Nuk ka turp me i thonë dikujt falë namazin, nuk ka turp me i thonë dikujt jep zakatin, respektoj prindit e kështu me radhë. Se vërteta shumë herë mbulohet. Si ai ata që mbjellin, ato kur e lavrojnë tokën, do më thonë e merr një pjesë tokës, këtë e mbulon. Kjo i vjen kafir. Fjala kafir do më thonë me mbulu të vërtetën. Ama edhe ne si musliman kohën e fundit, po na imponohet interesant shumë herë e mbulojmë të vërtetën se ja s'kemi forcë shumë me thonë ose po na ndalojnë se nuk ka kohë. Si do qoftë, wa tawasau bil haqqi e ka kuptimin që ne njëri tjetrin me këshillu në hak, me këshillu për të vërtetën. E ndonjëherë ndoshta ndonjë e vërtet nuk e ka kohën me thonë, mirë po ndonjë e vërtet që duhet me thonë, duhet dikush me thonë. Pa marrë parasysh se çka mundet me ndodh. Çka do të ndodh? Allahu çka ka shkruajtur ka me ndodh. Mirë po, duhet me thonë ashtu bukur, se ndonjëherë të vërtetën nëse do me ja thonë dikujt, ja gjen momentin e duhur. Shembull unë e shoh se filani nuk ka mirë me prindërit e vet, edhe tash unë e di që duhet mi thonë diçka, ama ja gjen momentin kur o më mirë, më i qete. E dy tash nuk qëllimi tim ja thonë të vërtetën me korrit njëri. Me mërzit.
Thot, më korite para kretëve. Dhe më thonë, e vërteta, du të më thonë, thot pejgamberi alayhi salam, kulil haqqa, walau kana murran, thuaj të vërtetën edhe në qoftë se është e idhët. E vërtetën në njërë është e idhët, se është kundra meje, o kundra juve, o kundra gjithkujt, ama pa tjetër me thonë. Bile, që mos të haroj, këtë sure e shkurt, sahabët janë taku, kanë bisedu në dhe me vete, kur janë shpërnda, se cili tjetërit ja ka përkujtu. I ka thonë, wal asr, innal insana lafi khusr, deri në fund. Pse sa i kur ka shku të shpia, ka thonë, ka dalbe, çka më tha i shukje? Tha, pasha kohën, dhe më thonë, shfrytëzoj kohën, se ti je në humbje nëse se nuk i plotson këto 4 kushte. E para, bindja, imani, e dita, veprat e mira, e vërteta, sado që është e idhë, duhet me e thonë me të vete, dhe duhet me spjegu njëri tjetrit, dhe e katërta, që pa këtë asë gjansë në bëjnë. Vëtë vasohu bis sabr. Edhe këshillonja njëri tjetrin për durim. A ka mundësi ne diçka me bon, për hir të Allahut pa sabër. Ama kreti ibadetet që janë kanë bëjnë me sabër, me durim. Posaçërisht agjërimi, Ramazani, ki muaj. Mos flasim për namazet. Mos flasim për respektin ndaj njerëzve, ndaj prindërve. Gjithçka ka të bëjë me sabër dhe durim. Të ndashëm vëllezër, kushtetuta e suksesit edhe njëherë i ka 4 rregulla. E para, bindja në Allahun subhanahu wa taala. E dyta, vepra të mira. Veprat e mira mos i anashkaloni dhe mos mendoni që duhet ne me bon vepra të mira sikur filani. Pa i ka mundësit. Ku e di unë, i ka mundësit për shembull me dhoni sasit të madhe të hollave. Unë se kam mundësit. Ama unë e kam mundësi me thonë astaghfirullah. Unë kam mundësi mi buzëqesh vllaut tem. Unë kam mundësi me shkum një vizit me ava. Do më thonë, aj, si cili me mundësit e veta. Se ne, për me qenë mirë, mos e shifat që jonë biteje. Shifat që jonë ma positi. I pa dhe njëherë jetë papare në gjep. Edhe mërzitësh, kire me kishë shok jem. Për shembull, sa të mira i ka. Po shifat tjetrin, që s'ka buk me angë. Ty bileni co buk e ki. Më thonë, do njëherë, në këtë rast sabri në mbaneve. Sabri, për shembull, pse me shku taravil me falë? Po mund edhe të shpia me falë. Po gabim mo. Pse o gabim? Se Allahu xhaleshanu namazin me xhamat, pse e ka lanë? Nuk e ka lanë se Allahu xhaleshanu ka nevojë, mu bane bashk, mi të regu Allahu se ne, hanë që ka na të ban. Jo, sa Zoti e di njetin tonë, qëllimin tonë. Për ne ndërmet veti mu shëqëru, me qajden i dert, e mu vlazru, e mu afru. Ju e mbajnë mend që 2 vjetë sa problemet e kena pas, xhamijat kur i mbyllëm, se nuk ta koshim ndërmet vete, u mërzitëm, e që Allah dhe lëshanu prapë i rikthej mundësi ne për me të regu se jemi të bindur në fuqinë Allah subhanahu wa taala dhe sa duhet me bon ibadet. Si do qoftë të ndeshëm vëzër, unë mendoj, po të regoj fjallën Imam Shafiut, i cili thot në qoftë se, si cili prendeve, vetëm këtë sure e realizon, thot ju mjafton. Edhe tash bënja një analizë, se ne këtë dim, edhe unë e di, edhe shumë ajete tjera dim, mirë po ndonjëherë kur i marrim edhe i meditojmë, se në shumë herë lexojmë. Për shembull, alhamdulillah, suratul Fatiha sa herë lexojmë ditë. Ama kur e kena marrë çat sure me ul edhe me lexu, me meditu. Mali iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Në ti të adhurojmë dhe vetëm prej teje fali dhe ndihmë kërkojmë. Ama ta analizojsh mirë, çka ka dashur Allahu me thonë. Shumë herë, në shumë sende dim përmendsh, mirë po na mungon meditimi, a në këtë muaj shfrytëzojnë edhe leximin e Kuranit, nëse nuk dini me lexu, tash jam duke fol vetëm për ju, po mos edhe kamera këtu para, kanë më në dëgju edhe tjerë, nëse nuk ja mërmenja që dini me lexu, dini me ndëgju, se edhe se vapë me ndëgju Kur'an. Edhe alhamdulillah mundësit i kena, në telefon, e gjenë Kur'anin, e gjenë me përkthim, edhe kretë mundësit tash i kena nëse du me bon mirë. E në qofë se s'du me bon mirë, atër kretë mundësit i kena edhe me bon gabime. Mirë po, unë e lusë Allahun dhe lëshanu që të në mbron nga
shejtani sa, nga veprat e tona, nga epshi jon, nga egoja jon, nga kryelartësia jon, na mbron, se ne mund me gabu me vetveten e pastaj me familjet tona dhe me gjithë çka që na rrethon. Inshallah Allah na uzon edhe të gjithë së bashku në xhenet na çon. Faleminderit, Zoti ju shpëlbeft.